Deklaratat e bëra disa kohë më parë nga babai i Selin Bollatit për banorin Miri kanë rikthyer sërish diskutime në një studio televizive. Një ditë më parë, gjatë një interviste, ai u shpreh se nuk është bërë as pak pishman për komentet që kishte bërë më herët në emision kundrejt Mirit. Por pas kësaj deklarate ka reaguar dhe miku më i ngushtë i Mirit, Roland Hysi. Ai theksoi se familjarët duhet të qëndrojnë larg lojës dhe se debatet mes banorëve nuk duhet të shoqërohen me sulme të vazhdueshme nga jashtë. Ndërkohë në një lidhje direkte, Landi u shpreh se ai dhe familjarët e banorit nuk do të kundërpërgjigjen me të njëjtën monedhë deklaratave të babait të Selin Bollatit. Miri ka dalë nga krevati, po bën lojën e tij, po sulmohet si brenda ashtu edhe jashtë, po bën 3 spektakle në këtë shtëpi të famshme. Miri është në rrugë të vet, në lojën e vet, po sulmohet për gjëra të përsëritura. Asnjë komunikim me familjen e Selinës, nuk do i kundërpërgjigjemi me të njëjtën monedhë sepse nuk ka sens. Ajo që mua më bëri shumë të lumtur ishte fakti që Miri doli i pari në quiz. E kisha kërkuar dhe e kisha pritur si lant. E dija që Miri është një djalë me shumë botë. Ne kemi një filozofi, nuk kemi kapçat kapësh, nuk themi jemi më të mirët, nuk duam vëmendje kot. Jemi shumë të përulur, por sulmeve do i shmangemi në maksimum. Familjarët duhet të largohen nga loja. Familja e Mirit e ka bërë këtë. Miri është produkt i shoqërisë së mirë, publiku që nuk do të zhgënjejë dhe filozofisë së OSI Family. Deklarata e dieshme e babait të Selin nuk kam asnjë lloj komenti, nuk vlen, nuk jam i dorëzuar sepse nuk do të doja të bëhet një tituj. Miri është i shkëputur nga kjo situatë dhe të kesh një mlef të akumuluar nuk më bën sens. Ai që dëgjova dje nuk më mërziti. U mërzita nga reagimi i parë, por vazhdimësia tregon që kur nuk ka asnjë lloj qasje ndryshe, kur Miri bën lojën e vet, Miri po sulmohet rregullisht brenda dhe jashtë, shqyr që po jepet mundësia të gjithëve të tregojnë veten, deklaroi Landi ndër të tjera.